Jam tek Radika Village në Mavrov, Maqedoninë e Veriut, dhe kjo është vila ku ne do qëndrojmë, edhe mezi po pres që t'ju bëj një villa tour. E kom ditë që kjo rrugë ka me pruf dek. Shikoni pak se sa e butë është bora. A pret mi që i zoti shpis. Bujrëm, mirë se erdhët në vilën tonë. Hajde, si shpitate, vetëm se do heqesh atletet. Ka një tavolinë të shtruar bukur me 100 gota, pjata, luftë, pirunj. Dhe këtë setin e divanave, këndin ku do bëjmë muhabet, sepse jemi shumë njerëz në fakt. Kur vjen në një shtëpi në mal me borë mundësisht, duhet që shtëpia të ketë oxhak, edhe ta ndezësh vetë se shijo shumë. Ne do ndezim pastaj. Ne kalojmë tek tualeti, jemi ende në katin e parë. Tualeti është i thjeshtë, i pastër, kjo ka rëndësi. Pasi pam të gjithë katin e parë, tani do ngjitemi në katin e dytë për të parë dhomat e tjera të gjumit. Des mos biesh kameraman. Dhoma e parë e gjumit në katin e dytë është ky krevati doppio. Që këtë e bua unë me jashare, nuk e jap njeriu tjetër të dhomë. Kape pak të pamjen, se është shumë e bukur, edhe po bie të borë. Vilat e tjera këto. Ndërkohë që duhet ta prek pak borën një herë. Bora e parë që prek për këtë vit. Ta bëjmë edhe një jashare. Kemi një tualet tjetër që ky është më i madh se i katit të parë. Dhe kjo është dhoma e fundit e gjumit për këtë vilë. Ne në fakt kemi marrë 2 vila sepse jemi 12 persona, por këtu do rrim ato më cool. Sa borë e butë që është, edhe ngjan si më dafsh. Wow, sa e bukur. Jam tek Radika Village në Mavrov, Maqedoninë e Veriut, dhe kjo është vila ku ne do qëndrojmë, edhe mezi po pres që t'ju bëj një villa tour. E kom ditë që kjo rrugë ka me pruf dek. Shikoni pak se sa e butë është bora. A pret mi që i zoti shpis. Bujrëm, mirë se erdhët në vilën tonë. Hajde, si shpitate, vetëm se do heqesh atletet. Ka një tavolinë të shtruar bukur me 100 gota, pjata, luftë, pirunj. Dhe këtë setin e divanave, këndin ku do bëjmë muhabet, sepse jemi shumë njerëz në fakt. Kur vjen në një shtëpi në mal me borë mundësisht, duhet që shtëpia të ketë oxhak, edhe ta ndezësh vetë se shijo shumë. Ne do ndezim pastaj. Ne kalojmë tek tualeti, jemi ende në katin e parë. Tualeti është i thjeshtë, i pastër, kjo ka rëndësi. Pasi pam të gjithë katin e parë, tani do ngjitemi në katin e dytë për të parë dhomat e tjera të gjumit. Des mos biesh kameraman. Dhoma e parë e gjumit në katin e dytë është ky krevati doppio. Që këtë e bua unë me jashare, nuk e jap njeriu tjetër të dhomë. Kape pak të pamjen, se është shumë e bukur, edhe po bie të borë. Vilat e tjera këto. Ndërkohë që duhet ta prek pak borën një herë. Bora e parë që prek për këtë vit. Ta bëjmë edhe një jashare. Kemi një tualet tjetër që ky është më i madh se i katit të parë. Dhe kjo është dhoma e fundit e gjumit për këtë vilë. Ne në fakt kemi marrë 2 vila sepse jemi 12 persona, por këtu do rrim ato më cool. Sa borë e butë që është, edhe ngjan si më dafsh. Wow, sa e bukur. Sekonda është se po video. Se ti tregon të njerëzve se sa. Fort. Jo sot, por nuk kam më gishta.